Shtetet e Bashkuara kryen sulme të reja ajrore ndaj shënjestrave ushtarake në Iran më 10 qershor, duke nxitur Teheranin të kryejë sulme hakmarrëse kundër shënjestrave ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait. Sulmet e fundit ndodhen vetëm pak orë pasi presidenti amerikan Donald Trump u tha gazetarëve se ne i goditëm fuqishëm dje dhe do t'i godasim përsëri fuqishëm sot. Duke folur para gazetarëve, Trump pretendoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë marrë naftë nga Irani, po e bëj publike sot për herë të parë, por ne kemi nxjerr 100 milion fuqi nafte, miliona fuqi çdo natë përmes Hormuzit, tha Trump, duke shtuar se Irani vetëm tani e ka kuptuar këtë. Komanda qendrore e SBA-s tha se forcat e saj kryen sulme të tjera vetëmbrojtëse, duke goditur kapacitetet iraniane të mbikëqyrjes ushtarake, sistemet të komunikimit dhe pozicionet e mbrojtjes ajrore në mbar Iranin. Operacioni përfshiu mjetet të korpusit të marinës së SBA-s, forcave ajrore dhe marinës ushtarake, të cilat përdoret municione me precizion të lartë kundër objekteve që Washingtoni tha se përbënin kërcënim për forcat amerikane dhe për transportin tregtar ndërkombëtar në ujërat e rajonit. Përplasja e fundit përbën për shkallëzim të ndjeshëm të konfrontimit mes Washingtonit dhe Teheranit, duke rritur shqetësimet për paqëndrueshmëri më të gjerë në rajonin e Gjirit Persik dhe për kërcënime ndaj infrastrukturës energjitike dhe rrugëve tregtare detare.